Receta e ditës së sotme është përshesh me bukë misri. Me të përgatisim sot me lëngun e gjelit, të cilin e kam pjekur më parë, do të përgatisim sot përsheshin dhe unë do ta përgatis me bukë misri. Mund ta përgatisim edhe me kulaç, por me bukë misri ne e pëlqejmë më shumë në familje, për arsye sepse buka e misrit është më asimilueshme, nga që kemi pjekur gjelin dhe ka paksa yndyr, kemi përdorur dhe gjalpin dhe për këtë arsye na pëlqen më shumë që ta përgatisim me bukë misri. Do të na duhen këto përbërës. Unë këtu kam 3 bukë misri të tilla, të cilat i kam blerë të gatshme, por mund t'i përgatisim bukën e misrit edhe vetë në kushtet e shtëpisë. Dhe recetën e bukës së misrit mund të klikoni në kanalin tim në YouTube dhe mund ta gjeni aty. Gjithashtu do të më duhet një pjesë e tillë preshi. Përsheshin unë zakonisht e bëj me presh dhe përdor një pjesë të tillë, të cilën e kam prerë në pjesë të vogla. Këtu kemi mëlçinë e gjelit bashkë me zemrën. Edhe këto i kam prerë në pjesë të vogla. Do të na duhet dhe një lugë gjelle me nane, ose dhiozëm si quhet ndryshe dhe e njohin njerëzit. Gjithashtu dhe lëngu i kaposhit, të cilin unë e kam kulluar dhe të cilin unë e kam vendosur në këtë enën këtu dhe e kam kulluar. Në fillim, bukën e misrit e ndajmë në pjesë të vogla. Dërmojmë në pjesë të tilla të vogla, e shkërmoqim. Tek lëngu i gjelit të detit marrim pak nga pjesa e sipërme, që është yndyra e tij apo gjalpi, për të mos shtuar yndyrë të tepërt, marrim nga kjo që kemi këtu. Vendosim shumë pak në një tenxhere. Dhe këtu do të shtojmë preshin, të cilin unë e kam prerë në pjesë të vogla. Do ta kaurdisim preshin për 3-4 minuta. Më pas do të shtojmë edhe mëlçit. Dhe vazhdojmë i përzjejmë dhe për 2-3 minuta të tjera. Më pas shtojmë edhe lëngun e gjelit të detit. Në qoftë se është shumë i plot, i trash, mund të shtojmë edhe pak ujë këtu. Gati 200 ml. Dhe i lëm për gati 20 minuta që të zjej. Bukën e misrit do ta kaloj të gjithën në një tenxhere. Do ta vendosim këtu dhe më pas këtu do të shtojmë lug edhe lëngun e gjelit të detit. Pasi për 20 minuta kanë nxjerr mëlçit që kemi vendosur këtu në këtë tenxhere me lëngun e gjelit të detit, gjithashtu dhe me pak ujë, këtu do të shtojmë edhe një lugë gjelle me nane. Sepse shkon shumë me këtë shijen e nanes dhe kjo e bën të veçantë përsheshin. Për sa i përket kripës, mund ta provojmë lëngun nëse ka krip, sepse meqense kemi pjekur kaposhin dhe këtu kemi hedhur goxha krip, dhe lëngu kaposhit e përmban kripën. Gjithashtu dhe buka e misrit ka dhe ajo vetë krip, që kështu e provojmë, nëse na duhet mund të shtojmë pak krip. Meqense këtu tenxheria po zjen, kështu siç e kemi të ngrohtë, e kalojmë lëngun e mishit në tenxherën tjetër ku kemi vendosur dhe bukën e misrit. Lëngun e mishit të gjelit të detit e vendosim lug në tenxherën ku kemi vendosur bukën e misrit për këtë arsye, sepse e kontrollojmë me një lugë druri, duke e parë që të mos na bëhet qull, por të hedhim lëng mishi aq sa duam ne. Nuk ka shumë nevojë për masa. Dhe kështu vazhdojmë derisa të regjet e të zbutet buka e misrit. E kemi vendosur lëngun që duhet në tenxhere dhe po ta shohim, e kemi pak të ujshme, por duke e lënë në qetësi për gati 5 deri në 10 minuta, buka e misrit e thith komplet lëngun që ne kemi hedhur. I vendosim një kartë të tillë, letër kuzhine, gjithashtu vendosim kapakun dhe e lëm për 10 minuta në qetësi. Më pas e konsumojmë. Ja ku e kemi servirur dhe në pjatë përsheshin, të kombinuar me gjelin me thelat e gjelit të detit, të cilin e kemi pjekur pak më parë.